tjetër jashtë. Jam i pari që... Okej, e kuptoj gjithë këto gjëra që po thon, po pse kapen prej duarsh? Okej. Sa rrim shumë njëri tjetrin kur flasin. Ndajnë halli, ndajnë... Qa po ndajnë? Si po mbahen dorë më dorë? Qa po ndodh? Por, nuk e mendojnë të... Që me sa duket në fakt, shiko, janë infektuar. Ne vërtet mund të themi konfuz, po gjua trupit besoj flet më shumë nga... Sa e kanë vetëm shok, a? Po tani çu shok, Karvana... Miqi si tha, unë kam si motër. Po lutem shumë. Shok, Vanessa mund të jetë me vërtet një vajzë shumë e dashur, që dhuron dashuri, mirësi, e shepotën në një këndvështrim tjetër. Po pse nuk flisni dot? Urdhë? Se nuk flisni... Doni të flasim. Uli Arbana. Diçka më shumë se sa çka ka ndodhur pra shoqëri i afrimitet, apo të ndaloj gjithçka e Vanessa. Dhe ndërkohë Vanessa thot ai do të largohet nga unë, po unë jo nidhëm Sara kam dhe Indrin dhe nuk mund të rrim këtu vetëm se unë ndjehem mirë me atë. Po nëse personin tjetër po e lëndon kjo gjë, ti s'mund të thosh jo unë se largoj se ndjehem mirë me atë. Prandaj po them duhet marrë një vendim. Ta shohim se çfarë do ndodhi me Vanessa. Se hym tani neve. Kush ka të drejtë, Armina apo Angel? Debatin. Pa, thjesht dy fjalë si ishte eksperjenca juaj në ferm. Po, eksperienca jam që jashtëzakonshëm pa pritur, kështu që nuk e kam prit që kam i dashur ata njerëz atë shpejt, atë intensiv, atë shumë. Kam mësuar shumë për veti, për veten edhe për veti, shumë. Përveç arsyeve që ju treguat pak më parë për daljen tuaj, ka një arsye më madhore apo thjesht u mërzitë brenda në ferm? Ma e madhja për mu ke gjësia për liri që për mu është në prioritetin. Ne nuk e kom besu që më garkan mu ka qëtej për pas 2 javë. Kom menu që nështë se kena pas vendin të madh, vendin të bukur, mu i menet edhe ma gatë, po e hetova që ish përdu me qunë me në gjesë në krevetin të amë, edhe në vendin të amë, edhe me pas lirien me dalë në vendet të mija.